Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, tha se ka sulmuar Iranin për të nëntën në atë radhazi, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmet u kryen në nderim të amerikanëve të vrarë gjatë operacioneve të ditëve të fundit. Edhe sonte i goditëm shumë rënd dhe këtë e bëm në nderim të 3 patriotëve të mëdhenj, u tha Trump gazetarëve. Ai tha se i vjen shumë keq për ushtarët amerikanë që humbën jetën, duke shtuar se ata ranë duke luftuar që Irani të mos ketë armë bërthamore. Ai i bëri këto komente gjatë kthimit në Washington pasi ndoqi finalen e Kupës së Botës në New Jersey. CENTCOM njoftoi ndërkohë se forcat amerikane nisën një valë të re sulmesh ndaj Iranit për të nëntën në atë radhazi. Sipas komandës amerikane, sulmet synojnë të dobësojnë kapacitetet ushtarake të Iranit që përdoren për të sulmuar anije tregtare dhe marinar civil që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. CENTCOM raportoi më herët për viktimat e para në radhët e forcave amerikane që nga përshkallëzimi i luftës me Iranin në muajin mars. Sipas njoftimit, 2 ushtarë amerikanë u vranë në 17 korrik, ndërsa i treti u raportua i zhdukur gjatë operacionit të mbrojtjes kundër një sulmi iranian me raketa dhe dron në një lokacion të pazbuluar në Jordani. Më vonë, ushtria amerikane tha se në vendngjarje u gjetën mbetje mortore të paidentifikuar, duke rritur gjasa që dhe ushtari i tretë të ketë humbur jetën. Të dielën CENTCOM tha se një tjetër ushtar amerikan është vrarë në Irak, si pasojë e shpërthimit të municionit nga një dron i rrëzuar iranian. Një ushtar tjetër u plagoslet dhe vazhdon të marrë trajtim mjekësor.